Gjithmonë pjesa e dytë e emisionit ju kushtohet të ftuarve tanë special që gjithmonë trajtojmë temat të ndryshme. Kësaj radhe do të flasim pikërisht për sindikatën e punonjësve të arsimit që sapo është themeluar. Dhe këtu me mua në studio kemi kryetarin e kësaj sindikate, zotrin Enver Ajdini. Mirë se erdhët i nderuar në emisionin tonë në Ritmi i ditës. Mirë se u gjedhe, faleminderit që po më jepni hapësirën, respektoj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mund të na thoni se çfarë ju shtyu të themeloni një sindikat pikërisht të re të punonjësve të arsimit? Po normal, nëse mendon të themelosh diçka të re, është ajo automatikisht vjen pak natësia nga sindikatet e tanishme ekzistuese, sidomos ato të vjetra. Aty në këto sindikate të vjetra besoni neve si antar e kemi ndi vetëm si një numër i atij sindikatit dhe asgjë tjetër. Kërkesat tona gjithmonë kanë humbë dikun ose janë zhdukur dhe ky numër ka qenë edhe shumë i rëndësishëm edhe është sot asaj dite vetëm numri sa më i madh të jetë sindikati aq më i fortë faktikisht edhe të konsiderosh vetëm si numër dhe jo si pjesë e sistemit arsimor, mendoj është diçka tragjike. Bile mund të them, tash dia të përmendi sindikatin më të vjetër, ka shfrytzuar edhe metoda jo të mira, themi për rritjen e numrit të mësimdhënësve. Mësimdhënësit ndoshta ata më të ri dhe nuk e dinë se me vetë punësimin e tyre ata me automatizëm bëhen antar të një sindikatit më të madh, që është edhe shkelje e kushtetutës së vendit, sepse me nenin 185 antarësimin e sindikat është në baza vullnetare dhe me vendim të lirë të antarit, edhe për antarësim, por edhe për dalje nga sindikati. Këtu faktikisht, kjo është edhe ajo arsyeja kryesore, mirë për arsyeja tjetër është të fillojmë me diçka të re, të ndryshojmë nga ajo e vjetra dhe të japim shans, unë ndoshta më i vjetër për antarëve të tjerë të kryesisht, mirë, por do të japim shans të rive që të fillojnë të binë diçka të re për të mirën e punonjësve të arsimit. Mund të na thoni se cilët janë objektivat kryesore me të cilat e nis punën të themi kjo sindikat? Objektiv kryesor çdo sindikatit normalisht janë ato dyjat, mbrojtja ligjore dhe nga shkeljet të cilat do t'i ndodhin vetë punonjësit të arsimit dhe përmirësimi i kushteve të punës. Normalisht to janë dy objektivat kryesore. Mirë po edhe përfaqësimi i politikave, mendoj që do t'jetë edhe aspirat, përfaqësimi i politikave dhe ligjëdhënies arsimore, kemi pjesëmarrës në këto përpilimet e politikave arsimore, motivimi i mësimdhënësve për punë krijuese dhe cilësore, dhe një nga objektivat themi më kryesorë të tona është kthimi i autoritetit dhe dinjitetit të punonjësve të arsimit, i cili për fat keq një kohë të gjatë ka humbur ky autoritet dhe dinjitet shkaku i politikave të gabuara të shtetit. Prandaj një prej motiveve kryesore tona është sadokudo të kthejmë atë besimin dhe të kthejmë atë motivimin e punonjësve të arsimit. Mund të na thoni se kush përfaqësohet në këtë sindikat, mësimdhënësit, stafi teknik apo mund të themi të gjithë punonjësit në arsim? Po, me qëllimisht ja kemi lënë edhe emrin, kemi titulluar si Sindikati i Punonjësve të Arsimit, që do të thotë të gjithë që ndinë vetin që janë punonjës të arsimit e kanë dyert të hapura në sindikatin tonë. Mirë po fillimisht, në vetë fillimin, do të shkojmë me mësimdhënësit, sidomos të tri sferave, pra çerdheve, edukatorëve, do t'i përfaqësojmë mësimdhënësit të shkollave fillore dhe të mesme. Mirë po me kalimin e kohës, nëse shprehin interes edhe punonjësit e arsimit universitar, i kanë dyert të hapura, munden të na propozojnë të kyçe në kryesinë e sindikatit, po edhe punonjësit e administratave ku kanë bëjnë me arsim. Pse jo? Mund të na thoni se cilët janë problemet kryesore me të cilat përballet arsimi sot? Po momentalisht mendoj edhe problemet janë të ndryshme, varësisht ta bëhet fjalë për çerdhe, ta bëhet fjalë për arsim fillor apo të mes, ose varësisht sa flasim për shkollat urbane apo ato rurale, për gjithkund janë probleme të ndryshme. Ti cekim të dita nga pak? Përgjithshme tash e dini çdo vjet diçka ndryshon nga Ministria e Arsimit, si vjet pra është një problem që po flitet, mendoj, është ndryrimi gjithmonë i ditarit elektronik, pra tash kemi ditar të ri elektronik, dhe normalisht ky ditar duhet punohet, mendoj për ta punu, ky ditar duhet
posedojsh internet të fort, dhe normalisht një mësimdhënësit se cilët janë pak më të mëshuar kanë problem, sepse njohja e punëve me kompjuter është ose informatika është pak si punë me, prandaj na duhet trajnime ose na duhet kohë për të adaptu me po nuk është ky problemi vetëm, në është një prej problemeve momentale, për të cilët ankohen më tepër me mësimdhënësit. Në problemi i tepricave që na paraqiten tepricave të shkaku i mungesave të themi të nxënësve ose mungesave ose shkurtimit të orëve të lëndëve mësimore. Kemi nga të disa lëndë mësimore për 4 orë në javë janë shkurtuar në 3 dhe prandaj mësimdhënësi mbetet pa orë. Normalisht problem tjetër është edhe mungesa e librave dhe probleme tjera për themi ata që punojnë në shkolla rurale është jo pagesa e shpenzimeve rrugore, rrogat po nuk po lëvizin, premtimet janë gjithmonë të mëdha nga sindikatët e tanishme se do të kemi rritje, po veç po presim me shpresë do të kemi rritje se në fatin më të shkurt kohë. Patjetër, zakonisht ne e dim që në vendin tonë mund të themi që problemet në arsim shfaqen pikërisht kur fillon shkolla, në shtator. Ashtu. Dhe gjitha problemet, ndërsa para shtatorit mund të themi lishëm se nuk flitet për këto problematikat. Fillojnë, po ata që humbin më së shumti janë mund të themi nxënësit. A duhet si ju, si sindikat që sapo jeni themeluar, që këto problemet, mungesa e librave, pagat, gjitha këto, të bëni kërkesën brenda vitit dhe thjesht të kryen këto që vitin e ardhshëm mund të themi mos kemi probleme gjëra të tilla, se e ka dhe më herë që ato që humbin më së shumti janë fëmijët, nxënësit. Po e drejt. Po ne nuk kemi ata që nuk kemi vendimarrës në lidhje me ndrimin e librave ose tërheqjen e librave të vjetra dhe vendosja e librave të ri. Çdo herë nga Ministria e Arsimit, çdo ndrimi ministrave mendoj vjen politika të reja dhe projekte të reja. Një nga arsyet pse mungojnë librat janë edhe themi unë ku punoj në arsim profesional, shëndru pra mësimdhënia në mësim modular, që do të thotë landa është ndarë në module. Prandaj ato librat e vjetra nuk janë, unë sa kam njohuri, librat janë duke u punuar, vetëm se ende nuk janë. Pra problemi nuk është të neve mësimdhënësit, kërkesat janë gjithmonë, mendoj ankesat i kemi normalisht, neve ankomi aty ku punojmë dhe ato përcillen deri në Ministrinë e Arsimit. Prandaj shpresojmë, kemi ashtu njohuri se si vjet do të furnizohemi me libra. Shpresojmë se do të furnizohemi edhe për hir edhe të nxënësve edhe për hir tonin se më lehtë është, më mirë është të punojsh me libra. Ne do të gjindemi si mësimdhënës, mendoj do të gjejmë materiale, mirë po nxënësit duhet t'i diktohet ose t'i jepet material duke i diktuar mësimet. Pikërisht. Të kthehemi tek sindikata, tek struktura e sindikatës. Mund të na thoni se nga sa antarë është ndrejtuar, e dim që ju e drejtoni tani më, por çfarë keni dhe cilat kritere duhet i përmbushin antarët që të jenë pjesë e kësaj sindikate? Po thash për fillimit, pra dhe është një prej thuje sindikati, po kushteve. Sindikati është performat për antarë në baza vullnetare, normalisht. Çdo antar, çdo punonjës së arsimit e ka të drejtën të antarësohet në sindikatin tonë nëse shpreh dëshirën, pra ka vullnetin edhe mirë, po kush janë ata që mund të antarësohen? Pra janë të gjithë punëtorët e arsimit, pra të gjithë, duke filluar prej qerëve deri në ato universitetet. Dhe normalisht struktura jonë do të jetë pak më ndryshe se struktura e tanishme. Mendoj unë jam për një strukturë horizontale të udhëheqjes së një sindikati, që do të thotë nuk do të ketë strukturë vertikale ku kryetari i sindikatit të jetë vendimarrës në probleme të ndryshme, por si kryetari i sindikatit, pra unë personalisht do të jam asgjë tjetër vetëm një përfaqësues i antarëve të pra kryesia, komplet kryesia e sindikatit do të jetë ajo që do të merr vendime. Kush janë këta kryesisë? Pra janë të gjithë antarët e kryesisë, kryetarët komunal të sindikatave organizative, pra komunale, shkollore, të gjithë së bashku do të jemi një trup, pra nuk do të jetë vetëm kryetari. Kryetari është vetëm një figurë. Nuk do të jemi një vendimet ju vetë, po së bashku jo, absolutisht asë një vendim nuk do të marrë. Vetëm do të përfaqësoj, normalisht, ligjërisht jemi subjekt juridik dhe duhet të themi të lidhemi në ndonjë kontratë me ndonjë institucion, pra kryetari do të
mirët veç me nënshkrimin e asaj kontrate. Normalisht paraprakisht duke u konsultuar me kryesinë. Me antarët, me kryesinë. A ka pasur mungesë përfaqësimi më herët të një sindikate të themi shqiptare në arsim? Po, sindikatë shqiptare pothuajse asnjëherë s'ka ekzistuar, mendoj qysh nga në atish shtetin e ku ishim dhe në shtetin e tanishëm, mendoj se sindikatë shqiptare sa kam informacion, nuk ka ekzistuar. Kjo është për herë të parë në vendin tonë themelohet në një komunë me shumicë shqiptare, pra jemi selia e sindikatit është në komunën e Çajirit, jemi të parët, dhe kam njohuri se është një sindikat ku kryetari, mendoj, është një shqiptar, pra është sindikati i punëtorëve ushtarak, më duket, pa, a në arsim jemi të parët, edhe normalisht mungesa ka ekzistu. Sepse neve thash, kemi qenë vetëm numër që e rrisim pra një sindikat, deri tash, unë ashtu mendoj. Deri më tani sa është numri të themi i antarëve që janë regjistruar, e dim që para 2 javësh mund të themi kështu lirësh. Jemi shumë të ri, po, shumë të ri. Jeni një sindikat shumë e re që sapo është themeluar. Sa është numri i antarëve deri më tani? Momentalisht, mendoj në kryesi tash ta them ato jemi 9 antarë për momentin, Edhe normalisht fillimisht kemi shku me ato te ato shkolla ku neve punojmë, na 9 antarë, pra të gjithë jemi nga shkollat të ndryshme. Fantasia e parë ka fillu te ata njerëzit që i njohim. Vetëm kemi fillu me antarësimet, mirë po neve do të zhërohemi, pra është koha para neve dhe do të vizitojmë shkollat të shumta ku do të përfaqësojmë sindikatin. Pikërisht. Do të shkoni në për shkollat edhe jashtë qytetit, jashtë Shkupit të themi në Tetov, në gjithë Maqedoninë. Sidomos në shkollat Shqipe. Pikërisht. Mund të na thoni se cilët janë hapat e para konkrete që do të ndërmirni në muajin e të themi tani, muajin e ardhshëm, apo pas vitit të ri të themi vitin 2026? Po veç edhe filluam, pra puna e parë është pra antarësimi masovik në sindikatën më të rritarësimit. Që të kemi antarësim masovik, pra duhet të vizitojmë qytete dhe shkollat të ndryshme. Pra kjo është hapi i parë, pra të shkojmë prej shkollë në shkollë dhe të prezentojmë statusin tonë, programin tonë dhe qëllimet e tona sindikale. Normalisht kemi mendojmë pra të formojmë edhe grupe punuse. Çka do të thotë? Grupe punuse për arsim parashkollor, pra për qere, grupe punuse për arsimin fillor dhe grupe punuse për arsimin të mesëm. Pse? Se këto grupe punuse, sepse problemet thash nuk janë të njëjta. Grupe punuse do t'i përpilojnë ato, do të punojnë dhe do të bëjnë kërkesën deri te kryesia, që kryesia këto kërkesa nga këto grupe punuse t'i përcjell deri te institucionet arsimore, siç është Ministria e Arsimit e kështu me radhë. Dhe kështu me radhë. A planifikoni të negocioni me përrritjen e pakave dhe kushteve të punës apo reforma të tjera në sistemin e arsimit? Me institucionet kuptohet? Patjetër, po shpresojmë që si sindikati i ri do të na hapin dyert edhe institucionet shtetërore siç është Ministria e Arsimit. Ne për atë dhe jemi të themeluar të përfaqësojmë në mënyrë të denjë mësimdhënësin ose punonësit të arsimit. Do të negociojmë për rrogat dhe jo në atë formën e deri tanishme siç kanë vepruar sindikatet tjera, themi ato kanë vepruar në mënyrë hajde të miremi vesh, mos të miremi vesh. Themi nëse kërkesa ka qenë për një rrogë, neve do të mundohemi që rroga të jetë në përputhshmëri me marrëveshjen kolektive. Asnjëherë mësimdhënësit nuk e kanë marrë rrogën në bazë të marrëveshjes kolektive, cila ekziston që nga viti 2005. Pas njerës, pra gjithmonë kemi qenë nën, rroga nuk është paguar, pa është paguar nën koeficientet të cilat janë të para për punonjësit të arsimit. Puna e parë për neve që do të bëjmë është barën të fillojmë me pagesën sipas marrëveshjes kolektive që ekzistuese. Do të bashkëpunoni edhe me sindikatat tjera maqedonase për kur të bëhet fjalë pikërisht se mësimdhënësit qoftë edhe patjetër, po sidomos me sindikatet të cilët janë më të afërt me qëllimet dhe programin tonë. Po njashtë do të bashkëpunojmë edhe me sindikata nga shtetet fëqinje, mendoj është një prej qëllimeve tona kryesore. Unë veç kam marrë pjesë në disa online tribina, edhe kam qenë kam bashkëbiseduar si shumë sindikatave nga Shqipëria, nga
Kosova, nga Lugina dhe Malizi. Neve mendojmë këtë të vazhdojmë, të kemi bashkëpunim, pra të kemi ndrymet praktikave të shteteve të ndryshme, pse jo të organizojmë edhe seminaret përbashkëta, ekskurzionet përbashkëta dhe të njihemi më mirë dhe të shohim se si janë problemet në vendet të ndryshme të rajonit. Pikërisht në arsim. Si planifikoni të bashkëpunoni me Ministrinë e Arsimit? Po përmes kyçes... Keni kërkuar tani sa po jeni formuar, ju keni kërkuar takim të takoheni? Se jemi ende të ri, janë disa procedurat të cilat duhet t'i kalojmë për të antarësohemi në lidhje në ndonjë lidhje, ekzistojnë janë 4 lidhje të sindikatave, dhe hapi i dytë është pra të kërkojmë nga Ministria e Arsimit të na pranon pra si sindikat të ri dhe në bisedën e parë konsultative të themja. Pikërisht. A mund të na thoni se ju e cekët edhe më herët që do kërkoni bashkëpunime me sindikatat tjera, qoftë të vendit, qoftë edhe jashtë vendit. Mund të na thoni cilët do t'janë ato bashkëpunimet konkrete, pikërisht se për çfarë do doni të bashkëpunoni me këto sindikata? Bashkëpunimet kryesore sindikale janë sidomos ku ekzistojnë problemet të njëjta dhe të përgjithshme në vend, themi, dhe ku mënyra e vetme themi të realizohen do të jetë për shembull se dalja në protesta ose dalja në grevë, prandaj këtu do të jemi bashkëpunues, pra që të gjithë së bashku të jeni të një mendime. Të një mendime dhe bashkarisht të realizojmë kërkesat ose përmes grevës ose përmes protestave. Pikërisht. Cilët janë sfidat më të mëdha që parashikoni se do të përballeni të themi në fillimet e para? Ashtu, sfida kryesore është për fat të keq, mendoj punonjës të arsimit, por edhe gjithë punonjës në vendin tonë kanë humbën atë besimin në punë sindikale. Edhe sfida jonë kryesore është që t'ia kthejmë këtë besim dhe t'i motivojmë se një sindikat i ri mundet edhe ndryshe, me forcat të reja, me njerëz të ri, do të vepron pak më ndryshe dhe t'ia kthejmë besimin se sindikati vërtet është i rëndësishëm për një punonjës. Kjo është sfida e parë që do të mundohemi përmes paraqitjeve tona si sot mediatike, përmes web faqeve tona, të cilën s'kemi momentalisht web faqe, kemi vetëm një faqe të Facebookut, përmes kontakteve më të tepër, këto do të jenë sfidat të cilën pratë që ta bindim punonjësin se duhet të antarësohen ke neve, se ne do t'i përfaqësojmë në mënyrë dinjitoze dhe ne do t'jemi për ata. Mendoj nuk do t'jemi pra dhe sindikati është, prandaj dhe themelot, për përfaqësimin e atyre që kanë nevojë. Mund të na thoni se si do të sigurohen që sindikatat të jetë transparente dhe llogaridhënie ndaj antarëve? Po vetëm mënyrë tash me sistemin me zhvillimin digjital, pra tash është shumë thjesht, pra përmes faqeve të ndryshme të informojmë për çdo send, për gjithçka që bëhet në sindikat, për çdo vendim, për çdo kërkesë që do të dërgohet në institucionet, për gjithçka do të jenë të informuar përmes faqeve tona, thash momentalisht kemi në Facebook, por do të hapim edhe web faqe, do të hapim faqe edhe në Instagram, do të hapim grupe ku do të mund të kontaktojnë në Viber, në këto aplikacionet e tjera ku në çdo kohë pra antari do të mundet të na paraqitet, të na pyet përmes mesazheve të ndryshme, do të jemi gjithmonë pra 24/0 do të jemi për antarët e tonë. Zotëria Ajdini, mund të na thoni se çfarë garantoni për antarët tuaj që ndoshta kanë humbur besimin tek sindikata të tjera? Po thash, atë çka e thash më herët për transparencë, do të garantojmë se do të jemi transparentë dhe do të funksionojmë me një strukturë ndryshe, pra që deri tash nuk ka funksionuar ndonjë sindikat. Thash, ajo struktura horizontale, ku që kupton, nuk do të jemi në një strukturë vertikale ku do të ketë një hierarki, po do të jemi të gjithë të barabartë dhe bashkarisht do të luftojmë për të drejta më të mira profesionale, themi për të drejta për sigurimet drejtave sociale, shëndetësore, profesionale dhe kështu me radhë, pra bashkarisht do të luftojmë për një arsim më të mirë dhe për kushte më të mira në vendin e punës. Zotëria Ajdini, mund të thoni si e shihni ju arsimin në vendin tonë tani?
Për momentin, për fat të keq, mendoj arsimi ka një rënje, themi ka një rënje, mendoj në zënësit, si këte në zënësit, po edhe të puna e mësimdhënësve. Thash, fajtorë në seri boj politikat e gabuara, themi, politikat e gabuara shtetnore, du të them aptazi. Gjdo vit vetëm presim ka projekte të reja ku ndoshta nuk janë kushtet për realizimin atyre projekteve. Mandej më shumë na detyrojnë kyçemi dhe të miremi me disa punë administrative se sa me punë profesionale, në ngritjen tonë profesionale, prandaj na merr kohë gjithmonë ai procesi i zbatimit të këtyre politikave. Prandaj edhe arsimi pak ka një rënje, pra dhe shpresojnë që të stopon dhe të shkon nga e mira. Çfarë do doni të ndryshoni pikërisht në sistemin e arsimit? Po të vlerësohet, sidomos të vlerësohet mësimdhënësi, mendoj pa marrë parasysh ai përket një strukture politike ose pra të respektohet, të vlerësohet në bazë të punës që e bën, të vlerësohet si nga institucionet të vlerësohet dhe të shpërblehet. Që ai të motivohet, që të jetë më kreativ, më cilësor dhe jo të jetë demotivohet nga vetë sistemi dhe nga puna në arsim. Prandaj duhet t'i motivojmë në çdo ditë, duhet t'i motivojmë dhe t'i vlerësojmë ata që meritojnë. Pasi që jeni një kohë të gjatë në arsim, mund të na thoni se sa ka ndryshuar arsimi ndër vite? Shumë. Shumë, unë shpesh ku të punoj me nxënësit, nga ndonjëherë në atë kohën e lirë bisedojmë për si ka qenë më parë dhe si është tash, dhe nuk mundem edhe të bëj krahasim në atë kohën kur neve kemi qenë dhe kohën e tanishme. Këtu mungojnë shumë bashkëpunime ai trekançi, në sa lidhja trekançi në punë nxënës, mësimdhënës dhe prind. Pra ka humbur ajo lidhja e këtij trekançit, është thyr diku edhe prandaj disi për fat të keq, pra janë të shku punët ashtu si s'ka bashkëpunim mes ti trekançit, mund të trekançit, po. Çfarë duhet të bëhet që ky bashkëpunim të themi të funksionojë si duhet? Po të marrim punën pikëpari më seriozisht, do të nisem prej neve mësimdhënësve. Ne të jemi më serioz në punën që e bëjmë. Kontaktet me prindërit janë më të shpeshta, vetëm të pritet mbledhja prindore. Po dhe në atë mbledhje prindore mendoj beson që mungojnë jashtëzakonisht shumë prindër, nuk kanë interesim për pjesëmarrje. Dhe këtu fillon pra ajo jo serioziteti, mandej edhe prindi si prind, pra nxënësin duhet ta motivojmë se shkollimi është shtylla e një shtetit. Ta motivojmë në çdo aspekt që nxënësi mos të ndahet nga të lexuarit ose të mësuarit. Se mësimi është ardhmëria e tij, sepse aty e kanë hupat besimin, nxënësi thotë, po mbaroj fakultet dhe ku do të shkoj? Prap do të dal jashtë ose do të kërkoj punë sepse vendi nuk më siguron nuk më siguron një vend të punës, pra ka problemi është edhe te kushtet edhe gjendja ekonomike e vendit. Shpresojnë që të përmirësohet dhe mandej do të kemi më shumë studenta edhe që do mbesin, do diplomojnë dhe do mbesin dhe nuk do ikin. E keni menduar që në sindikatën e juaj të kemë përfaqësues edhe prindër që të japin mendime lidhur pikërisht në arsimin kur bëhet fjalë për nxënësit, që të funksiononi sa më mirë të themi në për shkollat? Do një ide të mini pse jo në të ardhmen? Për prindër drejtën të them, s'kemi mendu, por kemi mendu për studentët. Tash i përmenda, ne kemi mendu se në sindikatin ton kanë të drejtë të interesohen studentët, sidomos ata studentë të cilët janë para mbarimit të studimeve dhe kanë interesim të janë punonjës të arsimit. Sidomos studentët të cilët studiojnë lëndë pedagogjike ose studime pedagogjike, që atyre studentëve, në momentin kur do diplomojnë, do të konkurrojnë në një vend punës, neve si sindikat t'i ndihmojmë, t'i orientojmë edhe ku ka nevojë. Ku ka nevojë dhe normalisht nëse kanë probleme, nëse kemi mundësi ligjore, pra t'i ndihmojmë për ta fituar vend punës. Po pse jo dhe prindërit? Do ta mendojmë që edhe prindërit i kemi pjesë. Thjesht unë e dhash një se kemi mendu, po pse jo?
Se jo të mos jenë A pjesë... studentët do t'jenë pa pagesë. Në antarësimi studentëve nuk është, pra do të vetëm antarësohen, nuk ka nevojë. Vetëm të antarësohen. Sa është interesimi për të antarësuar në këtë sindikat? Po besoni që është shumë i madhë. Mendoj për çdo ditë kemi telefonata, mendoj ku do të vini keneve, ku do të vini në atë shkollë ose në këtë shkollë, pra interesimi është i madhë. Në më thënë ju si zyre funksiononi në komunën e Çajirit? Po. Në objektin e komunës e keni fjalë? Momentalisht, jo në objektin e komunës, në komunë Çajirit. Momentalisht zyre nuk kemi, mendoj unë e kam zyre në shtëpinë time, ku i kam takimet i bajmë, por jemi në kërkim të një zyre, por do t'jetë edhe zyra dikun afër të gjitha shkollave. Dhe një shkollat të mesme janë dikun afër, dikun jemi të dashur. Të jeni në mes. Dikun në mes të kemi atë zyren, ku do t'jemi më afër mësimdhënësve. Dhe në fund, zotëri Ajdini, cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë të themi punonjësit e arsimit që duan të jenë pjesë e kësaj sindikate, apo dhe në çfarë mënyre dhe ju të apeloni që të bëhen pjesë e kësaj sindikate? Mesazhi kryesor do t'jetë se sindikati duhet funksionon dhe duhet ekziston, pra ta kthejnë besimin se një sindikat i mirë do t'ja vlerëson edhe atyre punën, do t'ja përmirëson kushtet e punës dhe tash mos themi çdo sindikat i ri do të thotë normalisht tash ne do t'jemi më të mirët, por t'ja lejojmë kohës, edhe atyre do t'ja lejojmë. Prandaj edhe është ajo kushti pra vullnetarizmi pra në antarësim dhe dalje nga sindikat. Le të vinë ke neve, le të na provojnë, le të na shohin si punojmë. Në momentin kur ata shohin që jemi si të tjerët ose nuk shohin diçka të mirë, lirisht mund të tërhiqen, por ne shpresojmë se nëse veç ka hyrë te neve nuk do të tërhiqen, se do t'i tregojmë se vërtet do t'jemi ata të vërtetit. Pikërisht. Unë ju falenderoj edhe një herë që ishit pjesë emisionit tonë Ritmi i ditës, kështu që ju prifte mbara në themelimin e kësaj sindikate dhe pse jo në të ardhmen të keni edhe ju pjesë e çdo vendimi që do të mirret pikërisht në fushën e arsimit. Shumë faleminderit edhe nga ana juve për hapësirën që na dhat, ishte e nevojshme, normalisht sindikati i ri ka nevojë për një promovim. Ju falenderoj nga zemra. Edhe unë gjithashtu që erdhët u bënët pjesë e emisionit tonë.